Përshëndetje Besim edhe të Vësyrit, gjithë shikuesve tuaj, faleminderit që na përcjellni në eventet tona. Siç e tha edhe ti, shoqata ka Gjergj Kastrioti dhe ne për çdo vit e kremtojmë ditëlindjen të pamposhtrit tonë Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kështu që për çdo vit edhe mundohemi me trajtuar një temë tjetër nga jeta e të madhit Skënderbej. Vitin e kaluar që qenë aty këtu, kemi pas ekspozitën me piktura, me skulptura të Skënderbeut gjithherë. Ndërsa këtë vit kemi menduar me trajtuar një çështje tjetër nga jeta e tij, domethënë fuqinë fizike të Skënderbeut. Dhe na e dim që ky sport të koni për hapën, domethënë mundja e durve edhe në kohën e Skënderbeut, dhe kemi dashur me trajtu diçka ndryshe, domethënë. Është eventi edhe sportiv, edhe familjar, po edhe edukativ gjithherë. Do të thotë çdo herë ose çdo vit përvëroni të bëni tema të ndryshme, aksione ndryshme. Po. Domethënë, moj është ditëlindja e Skënderbevut. Në rastin e ditëlindjes së Skënderbeut, neve e trajtojmë edhe një çështje nga jeta e heroit tonë. Po të ftuar janë të gjithë bashkëdhetarët tonë që jetojnë jo vetëm në Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, domethënë ka edhe njerëz që nga këto vende, po, nga tyre shqiptar. Po, domethënë kena Paulin Zefin nga Lezhë, që do ta ketë atë fjalimin e vet rreth fuqisë së Skënderbeut. Është Refki Gallopeni që do të merret tani me atë pjesën e vizatimit me fëmijë që ka ardhur nga Kosova ekstra. Domethënë është Fjolla Berisha nga Zvicra, domethënë është një miks i njerëzve që marrin pjesë në program nga Kosova, Shqipëria, Zvicra, por mosafirët, domethënë është event i hapur, janë të mirëseardhur nga gjitha trojet. Pjesëmarrje kanë konfirmuar njerëz nga Gjermania, nga Austria, nga Zvicra, po ashtu edhe nga Kosova vinë enkas për këtë manifestim. Po misioni i shoqatës, misioni kryesor është promovimi i jetës dhe veprës së Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Neve domethënë në mënyra të ndryshme dojmë dhe po e bëjmë, po promovojmë jetën edhe veprën e Gjergj Kastriotit Skënderbeu. Nuk kjo është qëllimi edhe misioni i vetëm, që të merremi vetëm me figurën e Skënderbeut dhe ta prezantojmë aq më mirë se që është e mundur. Gjithçka në rregull, ne jemi gati, tash ka nisë me ora 10 ftumt, në ora 12 fillojmë, gjithçka është në rregull. Jeni gati me mësafir? Po, gjithsesi. Gjithçka është okay. A janë të regjistruar të gjithë garuesit para fillimit zyrtar? Jo, se në këto evente garuese që është amatore, kuptohet, regjistrimi bëhet në ditën e eventit edhe pjesëmarrja atë. Domethënë tash ne kemi hapur vetë regjistrimin, interesimi është i kënaqshëm, kështu që besoj që do të shkojë gjithçka mirë. Duam të potencuar që është një garë
simbolike edhe është amatore, dhe më thonë, është për amator ti, unë mund me marrë pjesë edhe me kalu një pasdite të bukur, ndryshe. Pjesë e programit është edhe shkolla Shqipe këtu në Byla, që merr pjesë me fëmijët e shkollës Shqipe. Dhe më thonë, punëtoria e artit është pikërisht për fëmijë, siç e ka është edhe Refki Gallopeni, është artist, që do të merret me fëmijët, që të pikturojnë diçka rreth zgjergjit, po në përgjithësi ta kenë mundësinë që të merren me art, me pikturë në këtë rast, po kemi edhe lojra ndryshme për fëmijë që, do të thonë, neve mundohemi që aktivitetet tona të jenë familjare, do të thonë të vinë njerëz me familje, që fëmija kanë mundësi të bojnë diçka tjetër, të rritnit të bojnë diçka tjetër, që gjithë të jenë, domethënë, të angazhuar në program. Domethënë, ky është misioni im edhe personal, jo vetëm shoqatës. Ne për këtë punojmë gjatë gjithë vitit dhe jemi jashtëzakonisht të lumtur që ka interesim edhe në përcjellje njerëz. Po na mundohemi që me punë, domethënë, me ia dhënë atë një përgjigje. Domethënë, ka asnjë njerëz që kanë lloj fjalësh ose veprimesh kundër Skënderbeut. Neve kemi zgjedhur që me punë me ia dhënë atyre një përgjigje. Ndodhin gjëra që janë papranueshme, që fyen figurat tona kombëtare, fyet identiteti jon kombëtar, do të thonë që janë papranueshme për secilin shqiptar. Çka kishim ndjesh ne që Kosova, Shqipënia, aty ku janë shqiptar, me bëni ligj që më mbrojt vlerat kombëtare. Pa marrë parasysh, duke filluar prej Skënderbeut, edhe deri te familja Jashari, e secili luftëtar dëshmor që ka dhënë jetën për këtë vend. Mirë societa, shumë faleminderit për ftesën dhe ftesën për të qenë pjesë e emisionit tuaj. Për mua është kënaqësi, si herën tjetër këtë radhë dhe gjithmonë. Herën tjetër do ta bëjmë në studio. Me kënaqësi më të madhe. Unë kam thënë edhe herën tjetër i gatshëm jam kurdo që të vi, sigurisht do të vi shpejt, sepse do të ketë një aktivitet tjetër të rastit dhe do të njoftojnë kohë. Sa herë që ka evente të lidhura me çështje kombëtare, sidomos me respektimin e figurave tona kombëtare, dhe në kjo në përgjithësi, po në veçanti për heroin ton kombëtar dhe ndërkombëtar, duhet të thotë gjithçka që të cënëvon është nder, kënaqësi dhe privilegj për të marrë pjesë. Ashtu si unë edhe për shumë të tjerë pjesëmarrës. Po bëhet një punë, do të më thonë të drejtën tash. Po bëhet një punë shumë e mirë. Pikë pari. A ka nevojë për më shumë? Ka nevojë për më shumë, por realisht bëhet një punë krejt e mirë. Edhe sidomos kohët e fundit kur ka marrë edhe jo rëndësinë që i takon, se rëndësinë ajo dihet ndërkombëtarisht, rëndësia e figurës gjithçka sot të Skënderbeut. Por këtë e shohim pranishëm tashmë me monumente, statuja, buste kudo në territorin shqiptar. Ashtu si në zonat e Arbreshe, vendbanimet e Arbreshe, në Italinë e Jugut, po shohim edhe në Shqipëri, në Kosovë, Malzi, në Maqedoninë Perëndimore, kudo. Pra, vetë kjo mjafton për treguar se sa është rrit interesi i shqiptarëve, sa është dashuria e tyre e madhe që ndjen për heroin ton kombëtar dhe sa është niveli i respektit dhe i vlerësimit për jetën dhe veprën e tij. Kjo është diçka shumë e veçantë sepse është signifikative. Pse signifikative? Ndoshta nisi fillim tek ai filmi Skënderbeut i vitit 1953, i kinë mos shqiptar asë kohë Bashkëpunia Kinemon Sovjetike, kur thën dorën Skënderbeut me Xhinin. Është shumë bukur, është një zgjedhje shumë simbolike, por realisht ajo paraqet shumë më tepër se sa mundjen e krahut ose thyrja e krahut, që thonë me rrok krahet. Pse? Sepse një kampionat të tillë tregon forcën, vendosmërinë, stërvitin, se thotë se nuk mund dalësh direkt në arenë, mund dalësh direkt për të qenë shumë i stërvitur edhe t'ia thesh krahun atij. Kjo tregon edhe forcën fizike, intensitetin e stërvitjes, interesin që ke, në njëjtën kohë duke respektuar pra edhe arktim, edhe sport, por duke respektuar jetën dhe veprën e një figure të jashtëzakonshme si heroin kombëtar, gjithçka sot të Skënderbeut. Duke u lidhur direkt me figurën e tij, nuk ka gjetje më të bukur se sa ky lloj eventi i konceptuar në këtë lloj formati. Kryetarit Agimit, se kam shumë mikë dushëm Agimin, kam marrëdhënie shumë të veçantë me të. Çdo vit ka gjetje të reja. Kjo është shumë e bukur. Kam thënë Agimit, tash ka rrit standardin aq lart, sa s'di çfarë do të marrësh vitin tjetër. Po vitin tjetër, po 2027, po 2028, sepse Agimi do më vazhdo këtë traditë. Ka kriju shumë bukur, e ka ndërtuar shumë bukur, është një rrugtim shumë i këndshëm, shumë kuptim plot dhe besoj se do të vazhdoj, jam besim plot se do të vazhdoj gjithmonë të sjell gjëra të reja, risi. Çdo vit kam sjell nga një risi që lidhet me figurën e gjithçka sot të Skënderbeut, siç është kjo sotmja. Ju keni udhëtime zakonisht në përtrojë shqiptarës, ja ashtu edhe jashtë, për shembull sikur tashmë jeni në Zvicër. A mund të më thonë diçka për gjendjen aktuale shqiptare që po ndodh momentalisht në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Lugin, Malzi, po edhe atu ka shqiptar. Shqiptarët aktualisht se janë më keq, se vazhdojnë të jenë keq, është shqiptarët e Luginës. Shpopullimi, problemi i dokumentacionit, momenti që largohen nuk regjistrojnë më gjendje civile.
largimi I tyre I sforcuar, jo me dëshirë, kuptohet, asnjëherë s'ka qenë me dëshirë. Elementi shqiptar I dobësuar deri në atë shkallë sa nga një grup minoritar I rëndësishëm tashmë një grup minoritar, po mundohen ta bëjnë grup minoritar të papërfillshëm autoritetet serbe. Është ndoshta term I rëndë për ta përdorur, por faktikisht duhet me përdor autoritetet pushtuese serbe, duhet me përdor, sepse aty nuk ka demokraci fare të shqiptarët që jetojnë luginën e përshjet, por në veçanti, sidomos Medvegjen. Për Medvegjen edhe ngrizonin më shpesh paktën 3-4 vitet e fundit, sepse problematikat atje janë shumë të theksuara. Për sa I përket gjendjes në përgjithësi të shqiptarëve, politika nuk është as pak mirë, as në Shqipëri, as në Kosovë, po ashtu edhe në Maqedoni. Lëm për të dëshiruar. Të gjitha rastet lëm për të dëshiruar. Ka edhe gjëra të mira, marrë dhe hapa pozitive, përgjithsisht lëm për të dëshiruar. Edhe për sa I përket shqiptarëve vetë, paktën sektorit privat, duhet mi përgëzu sepse duke investimi sidomos në Republikën e Shqipërisë tek ne. Ka një bum të jashtëzakonshëm në zhvillim edhe kjo lidhet vetëm me investimet që vijnë nga kompanitë private dhe kryesisht nga Mërgata që investon, Mërgata që jeton në perëndim që po investon në dhëvën e tyre. Kjo është për të përgëzu, sinqerisht. Rasti I fundit nuk është vetëm rasti I fundit vlorë, ka bërë më shumë bujë në media faktikisht, sepse është rasti I freskët, por kemi edhe të rrjollit, janë problematika që duhet I zgjidh vetë shteti shqiptar. Sepse pronarët, pavarësisht problemeve që mund kanë me dokumentacion se kemi gjithë, unë kam pronat e mi janë në fshat, nuk I kemi gjithë dokumentet për pronatorë, por kjo s'do thotë se nesër mund vi një investitor strategjik I cili mund marrë gjithçka pronin tash gumbes mas brezi nga strategjisht me mi, edhe të ma marrë dikush tjetër se s'ka asnjë lloj lidhje me atë vend, po themi në petkun e investitorit strategjik. Kjo nuk duhet të ndodhë. Janë dy raste faktikisht që kanë nxitë edhe reagim jo mbar kombëtar, por kanë nxitë edhe reagim nga jashtë, sidomos rasti I rryllit dhe I Vlorës ku bin sy më shumë, por vetë shteti shqiptar duhet ndërhyjë për ta zgjidhur këtë problem. Mendoj se bani marrëveshje të tillë me një kompani të huaj, e cila merr territorin në përdorim ose e blen territorin, edhe I fal edhe plazhin përpara, edhe duke ja mohu një të drejtë të tillë popullit tanë, njerëzve që kanë trashëguar me paktën 3000 vite që jetojmë shqiptarë, që jetojmë në trojën tona, paktën 3000 vite jemi të pranishëm në territorin tonë, është diçka me të vërtet shumë absurde. Prandaj tham duhet vetë shteti shqiptar të ndërhyjë për ta zgjidhur këtë problem, nuk mund ta zgjidhë askush tjetër. Po si mund ndërhyjë shteti shqiptar kurse vetëm ata kanë po? Atje shteti shqiptar mund ndërhyjë ndryshimin e kontratës, ndryshimin e ligjeve, Në kontrata në mënyrë se mos jepet të drejta plot për ta shfrytzuar maksimalisht territorin që marrin investitorë strategjik shqiptar apo thuaj qofshin ata, pra mos jepet të drejtë plot me vepru si të duan ata me një pronë e cila është edhe pronë publike, pronë shtetërore, por edhe pronë private e shqiptarëve të tjerë, e njerëzit që kanë trashëguar nga partë e tyre. Pra duhet të rishikojë ligjet kaq. Atë mund ta bëjë si mund ta bëjë. Mund ta bëjnë edhe qeveria në pushtet në bashkëpunim me opozitën duke kaluar në parlament, pra vetëm ndryshimi I ligjeve. Kjo është vetëm zgjidhje. Është kënaqësia jeme që jam prapë në vendin që I kushtohet heroit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti. Po kësaj radhe jam me një mision tjetër. Gjatë tërë aktiviteteve që do të mbahen është para pa edhe punëtoria e artit me fëmijë. Kështu që ne do të zhvillojmë një punëtori të artit bashkë me fëmijët që janë këtu në Zvicër dhe temat janë të ndryshme, të lira, por edhe që I kushtohen edhe figurave të ndryshme historike, siç është Gjergj Kastrioti. Po gjithsesi ndryshimet janë gjithmonë të mirësore sepse ato që e pasurojnë atë eventin edhe më bën një përshtypje edhe garat e rokin e duarve, programi artistik muzikor, pastaj rrëfimet historike nga profesionist, por unë jam këtu ta shtyj bogati për me fillu punëtorinë, pasi përfundon programi zyrtar ceremonia e hapjes. Ne do të vazhdojmë këtu me fëmijët, presim që dikon rreth 15 fëmijë marrin pjesë. Po tash jemi të përgatit materialet, cilat ne do të bëjmë vizatime, po edhe do të printojmë disa panela me simbolet ndryshme kombëtare, flamujt, pastaj fëmijët besoj që kanë muni shumë mirë. Do t'i marrim idetë për fëmijëve, pastaj në program janë edhe figurat siç është Gjergj Kastrioti, simbolet kombëtare, shqiponja, flamuri. Këtu për shembull është shqiponja e cila është punu shabloni edhe ne për shembull mund të I përdorim këtu të zonë fëmijët përmes ngjyrave e ngjyrosin. Këto mund tani ta vendosim një simbol për shembull të UÇK-s apo mund të doni flamurin e Kosovës. Kështu mi kombinu dhe të gjona varet sipas ideve që ne japin fëmijët, po
thëmë drejtën, ka shumë talent që praktikojnë artin, vinë edhe në kursin kur unë e maj atje në qytetin e Theranës dhe përgatiten për studime, mirë po ka edhe fëmijë cilët mësojnë për botën kreative, dhe thotë ata përgatiten për një jetë si me qenë ma kreativ, një jetë jo vetëm si artist, sepse shumica prej atyre nuk besoj që do të bëhen artistat gjithë, po megjithatë është shumë e rëndësi në interesi, sepse arti ndikon në zhvillimin e personalitetit, fisnikërimin e personalitetit, dhe mendoj që për fëmijët është shumë e rëndësi ata me rrit me botën artistike, rrit me artin, sepse ajo vetëm i bën më të pasur dhe i përgatit që edhe në jetën e përditshme me qenë më kreativ. Po unë mendoj që këto aktivitete janë shumë mirë pritura, sepse ata njihen me vendlindjen, njihen me historinë kombëtare, njihen me edhe përfshirja e trive sa më shumë në aktivitete, qoftë sportive apo kulturore apo artistike, do të ishte shumë gjë e mirë, sepse ne duhet të ecim bashkë me botën, bashkë me njerëzimin, sepse nëse njerëzit ose kombet tjera kanë ecur ngadalë në zhvillimin e tyre, ne duhet vrapojmë që t'i zomë dhe thotë arritjet kulturore ose arritjet zhvillimit teknologjisë ose përmbrojtjen e natyrës apo është mirë që fëmijët tanë më rritë bashkë me vendlindjen, aty ku ka mundësi, kur jepet mundësia, shansa, sepse rënjet janë ato që duhet të ruhen, edhe pse ndoshta në një deg hutet, po rënja gjithmonë del diçka re aty dhe rifillon jeta dhe ringjallet kombi, ne jemi kombi vogël dhe kemi duhet që patjetër të bashkëpunojmë dhe të jemi bashkë, edhe porosin që ne e kaloni madhi Skënderbej që të jemi së bashku. Do të provojmë edhe thyrjen e thuprave që e kalon Amanet Skënderbeu, kështu që sa është më rëndësi do thotë kur jemi bashkë, kur jemi vetëm, pra është shumë më rëndësi këto që fëmijët të kuptojnë se sa është e rëndësishme të bashkëpunojmë ose të bashkë veprojmë së bashku.
stress ju knofte. Forca jonë është uniteti dhe besa mes nesh është një prej parollave cilat janë shfaqur edhe këtu në një ambient fantastik, nga hyrja, nga tuneli improvizuar me flamuj, dhe cilat gradualisht duke hyrë në këtë sallë t'japin një emocion të jashtëzakonshëm. Sigurisht kjo emocion rritet kur shohim edhe të rinjt, cilët me pokas dëshirë, me pokas pasion, po vazhdojnë traditën e brezave, cilët e i hapen dyrët e para të qenit pjesë e diasporës shqiptare. Dhe gëzohemi kur i shohim fëmijët e grupmoshave të reja, teksa në të njëjtin rritën, me të njëjtën dashuri, po vazhdojnë të ruajnë kulturën, traditën dhe gjithçka që përvacon të qenërit shqiptar dhe të përvacuarit shqip. Prandaj, në këtë rritën, duke falendëruar edhe shkollën shqipe nga Lapsh, nga Cyriu, do të kemi mundësinë që në vim të ndjekim poezit, Baktie Bojci dhe Djalja e Shqiponia, cilat do të vinë të interpretuara nga Nerona Uka dhe Jon Sabriu. I ftojmë Nerona dhe Jon në skenë. Po të vjen si pëllumbi shkruar, të shpëtoj me mëdhen. O shqipojnë, o zo krenar, udhëtimin për ku e ke marr, nga je nis ti fluturim, a mos vallë në vendin tim, po t'ja lësh në atë dhe jam nis, në tokat e dashura të Shqipërisë, se atje i lirun e jam, atje une vendin e kam, me prit edhe mua, o shqipojnë, se edhe une kam shumall, mbrenda me jeri një zemër që më thot, je shqiptar! O malet e Shqipëris, e ju o lisat e gjatë, fushat e gjera me lule, që kam dërmend dit e natë, ju bregore bukuroshe, e ju lumenje të kulluar, quka, kodra, brinje, gergje dhe pyte gjelbruar, do të këndojnë bagin tin, që mbani ju është qeni, o vethit të bekuar, ju mendin ma dhe freni. Ti Shqipëri, me jep ndir, me jep emrin shqipetar, zemrën ti më gatove, plot dëshirë dhe me zjarë. Shqipëri, o nëna ime, donë se jam i mërguar, dashurinë tënde kur zemra se ka harruar. Jam shqiptar, jam kosovar, zot dhe krenar, zot dhe bujar, mbi këtë dhe, që e kam si fe dhe prembi fe, e kam vatan, e kam atë dhe, ti po thëret, ti po bërtet, gjet lartë në ret, se unë jam barbar, por jo më re, s'jam, unë jam këtu, e do t'jem, dem, baba dem, dere se mali të bëhet hi, dhe hiri man përsëri. Meriton një duar trugitje të madhe nga secili prej jush. Të nderuar të pranishëm, i nderuar e kryetari i Shoqatës Gjergj Kastrioti në Zvicër, zoti Agim Bepaj, i nderuar i konsulli i Republikës së Kosovës në Cyri, zoti Vigan Berisha, të nderuar antar të kësaj shoqate, diasporë e dashur, njerëz që keni ardhur nga gjitha viset këtu afër për të na bashkuar në Byla sot, jo vetëm për të vazhduar një traditë, por në të njëjtën kohë për të plotësuar një ideal edhe një mision, një obligim edhe kombëtar edhe qytetar, që e kemi për fëmijët tanë, për brezat e ardhshëm, që historinë kryeronjt e kombit tonë të mos i harrojmë.
Aktivitetet e shoqatës Gjergj Kastrioti, e cila u themelua në vitin 2018 e deri sot për 8 vite, përmes artit, kulturës, e sot edhe përmes sportit, e kam pasuruar jetën në diasporë, më sakt në Zvicër dhe vendet gjermanfolse kryesisht në këtë rajon. Sot kemi kënaqësinë që në mesin tonë të kemi njerëz cilët do të performojnë, njerëz që do të shfaqin pjesën e historisë për të ringjallur kujtimin për kryeheroin kombëtar Gjergj Kastrioti. Muaj më parë kur Agimi më kontaktoi për të ardhur në këtë ceremoni, kisha pak informata për shoqatën dhe ndër javë, ndër muaj, duke u lumtuar se çfarë punë të mrekullueshme kanë bërë djemt e vajzat, burrat e gratë e kësaj shoqate, mësova se çfarë pasurie është duke u krijuar këtu, ndonse me pak do të thosha kanë qenë shumë modest, nuk e kanë preferuar ekspozimin. Agimit dhe ekipin që e ka rrethuar dua ta përgëzoj për këtë organizim, sepse secili prej jush që sot ka vendosur që na bashkohet, ka lënë diçka keq. E ka lënë një vikend me familja apo një plan tjetër. Po besoni që sot do të kënaqemi bashkë, sepse jo vetëm pikën artistike që ne prezantuam më herët edhe nga Fjolla do të jetë edhe një herë në skenë, por do të jetë edhe ansambli Vatra. Do ta kemi historianin, zotin Paulin, që do të na bashkohet në këtë aktivitet me një pikë goxha interesante për detajet e së cilës nuk do t'i japun tash sepse do të jetë interesant më vonë, e deri te poezitë, recitimet nga shkolla shqipe, cilët vërtet do ta pasurojnë këtë program. E në fund, çështën mbitor do ta kemi pjesën e sportit, ndoshta edhe arsyeja pse unë jam këtu nga fusha e sportit. Mundjen e duarve. Ajo skena të cilën e kemi parë në filmin Gjergj Kastrioti, zakonisht që metodet edhe në televizionet tona me 28, secilin 28 nëntor, skena Bariut dhe tendenca që ai ta sfidoj kryeheroin, duke u shndruar fillimisht nga një i panjohur, një mik dhe një aleat të tij, sot do të risillet këtu, duke u falendëruar edhe gjyqtarit Krishnik Gashi që do të asistoj në pjesën teknike dhe gjithë mbarvajtjen e këtij aktiviteti. Gjithashtu, Merturi e Bekimi kanë bërë më të mirën që të regjistrojnë gjithë pranishmit, ka kaluar shifra prej 20 personave që do ta sfidojnë veten, Gjergji i pamposhtur, dhe ju inkurajoj në fletushkat që i keni ju përpara, ata që se kanë bërë regjistrimin, rezultati do të jetë në planin e dytë. Regjistrohuni, merrni pjesë që në pjesën masive ta kemi edhe pjesën e garës. Zonë e zotëri të ndëruar të pranishëm, kur jemi të pjesa protokollare e këtyre fjalimeve dhe përshëndetjeve, më lejoni që Niko Qirin të zotin e shtëpisë, siç e takon në zakoni, ta ftoj fillimisht zotin Agim Pepaj që të adresohet në fjalën e parë. Agim. Të dashur fëmijë, motra dhe vëllezër në Gjergj Kastriotin Skënderbeu. Mirëdita dhe mirë se keni ardhur në manifestimin e radhës të organizuar nga shoqata jonë, që përkon me 621 vjetorin e lindjes së të pamposhturit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në emër të shoqatës ju falenderoj përzemërisht që keni gjetë kohë dhe jeni përgjigjë ftesës sonë të jeni sot të pranishëm në këtë manifestim. Si që dini, neve çdo vit mundohemi ta sjellim një temë tjetër nga jeta dhe vepra e Gjergj Kastriotit Skënderbeu, kështu që si vjet kemi menduar që ta kemi në program në fuqinë fizike të kryeheroit tonë dhe për atë arsye kemi vendosur ta organizojmë këtë turne amator simbolik që ta rikurtojmë edhe forcën e Skënderbeut. Për këtë temë kuptohet që Paulin Zefi na nderon nga Lezhë dhe është referenca më e mira se i përket jetës dhe veprës së Skënderbeut. Faleminderit Paulin. Po, neve nuk është veç pjesa sportive, na kemi menduar për fëmijë, që fëmijët t'i angazhojmë dhe të vinë me qef edhe fëmija, të arktohen, se kuptojmë që fëmija nuk dojnë me dëgju fjalime dhe gjona tjera. Për atë arsye do ta kemi edhe një punëtori arti, të cilën ka organizuar Refki Gallopeni, edhe Refkiu ka ardhur nga Kosova, ka ndërtuar
Në më thonë, profa ka ardhë me shpecimet veta, me kod veten, me gjitha sendet edhe na ka ofru që ta jep kontributin e vetë në këtë drejtim. Unë nuk e kam zakon me përmend emra se e kam frikën që e harroj dikan dhe kjo më ndjerësi të fortë atë, dhe më thonë më qetë ciklet. Por dua ta provoj që të përmend disa që e këtu, është profesori Nusret Lona, i cili edhe nuk është pjesë e programit, ka shpreh dëshirën me ardhur dhe me konë bashkë me ne këtu, enkas për këtë manifestim. Faleminderit prof. Pa sponsor edhe pa mbështetës këtu aktivitete nuk janë të mundshme. Unë, si që cika, du me i përmend të ashtë do emna, se e kom pas zakon, mos me i përmend, një mundu me i shkru do, uroj që mos ta harroj dikan. Edhe më thonë sponsor tonë që në mbështesin edhe bojnë të mundshme këto organizime, Medaj Qëllaku, Sevi Bajraliu, Pal Deda, Anton Nikola që është i pranishëm, Visar Robelli, Pjetër Gjergjaj, Kujtim Krasnici, Krist, Këqira, Nusret, Këqiku, Jetmir Demiri, Ujrugove që na furnizon me ujë çdoherë, dhe sa në mbështetës e kemi si çdoherë ansamblin Vatra, e kemi Paulin Zefin, shoqata Bashkimi këtë vit na ka ofruar dhe na ka mbështet. Artonin falenderoj përzemërisht se edhe ky dje ka ardhur sot kthehet, domethënë ka gjetë një kohë shumë të vogël, po edhe dëshira e tij e madhe për me kon këtu na gëzon shumë. Është Krishti Gashi referi sot që do ta kemi gjatë turneut, po ashtu Fjolla, Shkolla Shqipe, TV Syri, edhe këta janë mbështetësit tonë. Kështu që faleminderit. Faleminderit që keni ardhur gjithë edhe na përkrahuni në aktivitetet tona. Arnuft, jeta dhe vepra e 6 Katriotës Skënderbejut. Punat që ka vërë diaspora jonë, njerëzit cilët në periudat e caktuara jo dhe të leta të historisë së vendit tonë e kanë dhënë më të mirën, ka bërë që edhe faktori shqiptar të jetë shumë më i fortë kudo në botë. Andaj sot kemi kënaqësinë që të kemi edhe zyret diplomatike, përfaqësitë konsullore, përmes të cilave në formë zyrtare përfaqësohet edhe republikat tona kudo që ka shqiptar. Kemi kënaqësinë që si stash edhe në fillim taftojmë për një fjerë rasti po ashtu konsullin Republikës e Kosovës në Qëri Zotin Vikan Berisha që ka zgjedhur kohë për të na nderuar në këtë aktivitet. I nderuar zotëri Arkim Pejpaj, kryetari i shoqatës 6 Katriotës Skënderbeu në Zvicër, i nderuar zotëri Paulin Zefi, drejtori i Muzeut të Lezhës, i nderuar profesor Nusret Lona, i nderuar zotëri Anton Nikola, Visar Robelli, kryetari i rrjetit të bizneseve shqiptare të Zvicrës qendrore, profesor Nasar Ulaj ka Japshi, familjarë të dëshmorëve, invalidëve të rënd luftës, profesorë të shoqatave, ansambleve e mediave të dashur bashkëdhetar, zonja dhe zotëri. Është nder veçantë të jem sot mes jush në këtë manifestim përkujtimor, kushtuar 621 vjetorit e lindjes së kryeheroit tonë kombëtar, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, figurës që mishron krenarin, qëndresin, mençurinë dhe identitetin e komunit shqiptar. Sot nuk kujtojmë vetëm një figurë historike, ne nderojmë një trashëgimi të gjallë që vazhdon të frymëzojë shqiptarët kudo në botë. Skënderbeu mbetet simbol i bashkimit tonë kombëtar, i sakrificës për liri dhe i besimit të palëkundur në mbrojtjen e dignitetit dhe vlerave tona kombëtare. Në një ditë si kjo, është e pamundur të mos shprehim respektin dhe menjohin më të thellë për kryeherojt dhe herojt, tu fillu prej Skënderbeut e deri tek heroi ose kryeheroi i luftës fundit, komandanti lezetor Adem Shoqi. Është e pamundur po ashtu të mos falenderojmë e të shprehim menjohje për gjithë luftarët e lirisë, për invalidët e luftës e për ishtë burgosëve politik, të cilët me sakrificën e tyre kanë mbajtur gjallën e idealin e lirisë dhe identitetit kombëtar. Historia jonë është ndërtuar mbi guximin e burrave dhe grave
që nuk u përkullën para patresime dhe që besuan në tarmën e popullit shqiptar. Mëndvata shqiptare në Zvicër ka luajtur dhe vazhdon të luajë një rol të rëndësishëm në ruajtjen e identitetit tonë kombëtar. Shoqata të tilla si Gjergj Kastrioti janë ura të fuqishme që lidhin historinë me brezat e ri, duke kultivuar ndjenjen e përkatësisë, krenarisë dhe dashurisë për gjuhën, kulturën dhe traditat tona. Për këtë arsye do të shpreh një falënderim veçantë për organizatorët e këtij manifestimi, veçanërisht kryetarin zotin Ergim Pepaj dhe të gjithë ata që kanë kontribuar për bërë këtë ditë një moment bashkimi, reflektimi dhe krenarie kombëtare. Po ashtu është nderi veçantë se sot të kemi praninë e zotit Paulin Zefi dhe zotit Rifki Gallopeni, kontribues të rëndësishëm në ruajtjen dhe promovimin të trashëgimisë kulturore dhe historike. Në këto data si kjo duhet të kujtojmë gjithmonë se forca jonë gjithmonë ka qenë ndërbetet uniteti. Ashtu si Skënderbeu bashkoi principatat shqiptare në kohë të vështira dhe edhe sot e kemi përgjegjësinë që ndrojmë të bashkuar, të mbështesim njëri tjetrin dhe të investojmë në edukimin e brezave të ri me vlerat më të mira kombëtare. Me lani në fund që në anën të Konsullatës së Republikës së Kosovës në Zyrich të ju falenderoj për këtë organizim të shkëlqyeshëm, të kësaj ngjarje me rëndësi të madhe historike dhe uroj që kjo aktivitet të mbetet gjithmonë kështu siç është, tradicional e me shumë risi. Faleminderit shumë për mbështetjen, faleminderit shumë për dashurinë që keni për shqiptarinë e paqen për gjithë shqiptarinë. Faleminderit shumë. Duke kulmuar së fundi edhe me luftën çlirimtare të OÇK-s, ndër vite janë disa fjali, janë disa fraza që nguriten në mendjen tonë. Nga lirim nuk ka solla unë, e deri te ju flet Radio Kosova Arir e profesorit në Svetlana që e kam bërë të profesor. Grazie që të në këtë event. Tash pikërisht me këtë temë, me tablon koreografike Liria ka emër, do të shohim prezantimin e ansamblit Vatra, cilët do të vinë për të vështuar me një grup masiv të pjesëmarrësve dhe me duar trukitje tuaja i presim një nga një antarët e ansamblit Vatra.
Besoj se meritojnë edhe një dhura trokitje të madhe për këtë emocion që në nësjerë. Vërtet fantastik. Me figurën e lartësuar të komandantit Bezendara dhe me Shari dhe me emocionin që në sotën në treguan se plagët akoma i kemi të fresta në atë që ka ndodhur dhe vërtet çfarë emocioni ishte, tregon edhe fakti që në këto ceremoni, këto prezantime, edhe ata që i mbajnë vetes profesionist dhe të palekundër të skenës, i tradhton kjo nga njëherë dhe është e kuptueshme. Zona Zotri, emri i tij u përmend edhe në fillim të manifestimit. Një njeri i cili ka qëndruar afër si krah i djathtë shoqatës Gjergj Kastrioti. Një njeri i cili përmes formave të interpretimit të historisë në mënyrën e duhur e ka sjell në vëmendjen tonë, në memorien tonë, gjithë historikun nga lindja e deri të kalimin e anshëm. Historikun e shqiptarëve, kontributin e kryezotit të shqiptarëve Gjergj Kastriotit Skënderbeut. Është historiani nga Lesha, Paulin Zefi, që në ndërron në prezencën e tij dhe sot kemi knatësinë e jashtëzakonshme ta kemi këtu. Fuqia e Gjergjit është tema me cilën Zoti Zefi do t'u adresohet. Mirë se keni ardhur. I falenderoj të gjithë, po në veçanti modin Agim Tepa. Pse Agimi? Agimi Atëherë Agimi ka vendosë me shoqatin e tij, në bashkëpunëtor të tij, kush ka vendosë një standard. Edhe ky standard cili është standardi? Agimi çdo vit sjell zona të reja, vit me risi. I shoh nuk i shterojnë kur fantazit. Të uroj suksese në mbarësi e çdo të mirë Agim. Falenderoj gjithë të pranishme, gjithë kemi shok miq bashkëpunëtor, visare, se s'po vetëm mos harrojmë nisë do Agimi se nga Hatri, Antoni, Viconi, Glasmi që s'mund kur profesor Nusretin e tjerë, gjithë miq të pranishëm këtu. Unë kam trajtuar një temë faktikisht për Gjergj Kastriotin që na ka material pa fund. Duke qenë se jam i specializuar për mesjetën e vonë, edhe pikërisht për periudhën e tij, për epokën e Gjergj Kastriotit Skënderbeut, deri tashmë kam shfrytzuar duke ndoshta shifra pa besueshme, por 1469 është referenca bibliografike, lista e burimeve që kanë në fund të studimeve të mia, libra si pas përbotu, po do ta mbyll ditë vit sepse ka 10 vite që marr me studimin e jetës së tij. Në për arkiva, në për punime të ndryshme, gjithçka përveç edhe punës në terren, në gjitha vendet e Evropës ku e ka ushtruar ndikim. Atëherë unë kam ndarë me pika, se këto është materiale ka shumë. Tema është fuqia e Gjergjit, ose Gjergji pa mposhtur. Të pari kam vendosur 2 vepra ti, për herë parë me vepra bëma, më të them më mirë. Gjatë kohës kur ishte në perandorin Osmane Kur, po rritën në oborrin sultanor të Muratit II, pra pas ishte dhënë peng besingrinë e Joti Gjergj Kastrioti. Dueli me luftëtorin skith ose tartar. Ato që kanë lexuar Marin Barletin kanë një përmbledhje shkurt, por kur të kanë marrë zgjeruar se janë referuar në shumë autorë të tjerë, para dhe pas Barletit. Gjatë intervaleve kohore midis fushatave ushtarake, ashtu dhe si gjatë zhvillimit të tyre, turqit osmanë kishin bërë zakon të organizonin duele midis luftëtarëve më të njohur të kohës. Nisë një ditë stil, si perandoria romake, pak a shumë, se kuptohet konceptin i perandorie edhe modeli që ndisë në perandoria osmane së kohë. Pjesë e bashkëpunëtorëve të tyre shfaqeve të ngjashme luftimit të gladiatorëve në Romën e lashtë ishte edhe Gjergj Kastrioti. Ai gëzonte statusin si luftëtor i më i fuqishëm dhe më i guximshëm në gjithë perandorinë osmane të kohës. Ka qenë atëherë shumë i ri, bëhet fjalë për ju kur nisën fushatat e para ushtarake, kishte marrë akademinë në Nderunë dhe sapo kishte dalë terren fushatat të zhvilluara edhe në Nazinë e vogël, në Turqinë e sotme, Turqinë moderne edhe në Europën juglindore ose në Ballkan. Dueli i parë i kësaj natyre u zhvillua midis tij dhe një luftëtor të famshëm tartar ose skith, i cili sipas kronikave arabe mbi Skënderbeun quhej Allabuk. Dhe kishte ardhur në Adrianopolis e Drininë sot në Turqinë Evropiane, ku ka qenë sot kryeqyteti i perandorisë osmane para se të pushtojë Konstantinopolin në 29 maj 1453. Dhe ai sfidonte për të ndeshur me luftëtorin më të njohur në radhët e armatës perandorake të Muratit II. Të gjithë refuzuan me propozë se të ndeshin një duel me luftëtorin e huaj dhe të frikshëm, duke mos pranuar dhuratat e çmuara të premtuara për fituesin nga Murati II dhe qëndruan shtamur në vend. Skithi i dehur nga tmerrë që mendonte se i nxallte rradhat e tyre, dyfishoi me ndjesinë e tij. Por Gjergj Kastrioti Skënderbeut, i njohur nga ngurrit e tij, u hodh në rregull për së mikun e tij të frikshëm.
Pra, pa u regjistruar se regjistruar sot e agimi jo me 3 gram. Për këtë duhet flasim vetëm Martin Segoni, nga Novo Berdës Artona Kosovës, i pesh Vilqini në Sokohen, por edhe Dimitër Franku, këshilltari personal i SKS-së së Ndërlot, sekretari thesarit, i cili do t'i besoj më shumë di se ka jetuar vitet e fundit jetës pranë kryeherojt dhe burimi dorës parë, dhe me pasmarim Barletit dhe autorët e tjerë që ndjekin këto tre. Të cilët e shkruese me voshën kryeherojt e interpretojnë këtë duel. Dueli i zgjedhës me luftëtarin e fuqishëm me trup madh skith apo tartar u zhvillua me trupa të zhveshur, të armatosur me shpata shkurtra dhe në një vend të ngushtë. Këtij dueli homerik ka bërë edhe historinë e njohur skandinav Ludwig Holberg, i cili thotë se askush nuk pati kurrë ndeshje për këtë luftim me skitin e Zym përveç skandalot, i vetmi që guxoi të dilte në shesh mejdanit duke mundur nga ndihmëtarin e madh. Një përshkrim detajor shumë të ngjashëm me variantin e autorit, se përmendë ka edhe shumë variante edhe autorë të tjerë në vonë. Do përmbledhesh me pak fjalë. Kur të dy kundërshtarët të futen në një vend të ngushtë dhe nuk mund të largoshin shumë nga njëri tjetri, tartari mund mendojmë se kush i ndjek sportet e dhunshme oktagoni sa 8 këmbësh, ku luftojnë në disa vende të botës dhe luftu deri në vdekje, dhe sta vrasë sportistin tjetër me grushta. U propos të shponte zgjedhjen me majën e shpatës në bark. Por skandalove vuri re dhe me një lëvizje shpejt për puli fort në formë marko trupin për të shmangur goditën, gjeti qastin e volishëm dhe vetatim që kapi me dorën e tij të majtë krahun e djathtë të tartarit dhe ja preu shpinën me shpatë derisa te hyja arriti gërmazin. Me pas dërgosë kundërshtari por në kontin gramat e fundit, ja preu kokën me letërën e shpatës dhe trofeun e vendosi pa kokën e prerë, e vendosi pranë këmbëve të Sultan Muratit II. Monarku Osmani i ekzaltuar, krahas përgëzimeve e mbuloi kampionin e vet me dhuratë. Në kohën kur zhvilloi ky duel, Dimitër Franku vetë referencë të SKS-së sapo kishte moshën 25 vjeç. Dueli i dytë, sërish në perandorinë osmane, ishte kulmi i tij, por ishte luftëtar dhe komandanti më i famshëm i armatës perandorake osmane, pa opsion atë. Dueli me kalorësit e famshëm persian, Yahya dhe Zamsa, kanë qenë dy kalorës famshëm persian aventurierë që shkonin në vende të tjera të kohës, në lindjen e mesme edhe në Afrikën e Veriut, me pagesë, me fitonin duelit dhe do të shenë basta dhe që të më këshin darë fitimtarë. Luftonin të dy që të mund dykshëm njëri tjetrin të pandarë, të dy kalorës, në kushtet e tyre. Kur u kthyen nga fushata e dytë e lavdishme, se u thosin nazinë e vogël, Sierska Strioti pushoi për pak kohë në nevojë. Dhe me pas familjes së bashku me sultanin për Bitini. Bitini është një rajon që ndodhet nazinë e vogël Turqinë e sotme, për pjesën asiatike. Ky udhtim ishte më tepër një dëfrim sa për ndonjë çështje serioze. Në kohën kur ata ndodheshin kryesitetin e vetën Perandorisë Osmane në Bursa, aty ku varrosen edhe sot sultanët, dhe kanë varros deri vonë sultan Perandorisë Osmane, kryesitetin e tyre të parë, para se të departamentin e Evropës në kontinent, erdhën te sultan Murati dy burra nga Persia, Yahya dhe Zamsa, të cilët i kërkuan se të merrte ushtarët me rrugë. Për të mbushur mendjen se ishin luftëtarë shumë të aftë, ata kërkuan monarkut osman që të vinte në provë, duke sfiduar luftëtarët me trim në radhë të ushtrisë osmane. Ndërto edhe turproi personale sultanit, gardën e iniciarëve, që ishin forca elite e kohës. Murati II e pranoi kërkesën e tyre me dashamirësi dhe hodhi syt nga vetët për të përzgjedhur luftëtarë më të fuqishëm mesin e tyre. Ai filloi të fliste njerëzve të tij dhe ofroi dhurata të shtunta në mënyrë që dikush të dilte kundër luftëtarëve persianë. Megjithatë, pavarësisht përpjekjeve të Muratit II, askush nuk doli vullnetar për të ndeshur as me Yahya dhe me Zamsa, as të dy bashkë as veçmës, por të mbërthyer nga Afrika apo shëndorin të gjithë me heshtje. Atëherë Murati II zën ngushtë vendosi të drejtohet Sierska Striotit, të cilit janë një të shumë mirë krenarin, guximin dhe forcën e tij fizike të pazakontë. Çfarë po pret biri? I thotë sultani, kjo është burimi me ata edhe Segoni, edhe Franku, edhe Barleti. Çmimi i këtij triumfi të ri tashmë është i joti. Shko atëherë, dëshmoj edhe sot rinin krenar dhe krahun tënd pamposhtre. Nxit Sierska të marrë për ndryshe turprote, ose nuk dilte asnjë duel me dy luftëtarë persianë. Sierska nuk vonoi as pak, por kërkoi se të silli me një herë kalin së bashku me armët dhe pasi doli përballë kundërshtarëve shkësuar nga prorritet e turmës, i pyeti dy persianët se çfarë rregulli dëshirojnë të mbanin gjatë zhvillimit të ndeshjes. Ata kërkuan se i pari të mund të Yahya, i madhi, i cili nëse dilte fitues i jepte fund duelit. Po të dilte mundur pas tij të vazhdonte të luftimin në Zamsa, po me të njëjtin kushte nga kalorësi i dytë. Sierska pranoi me një herë dhe nuk ndryshoi qendrim as kur njerëz të Murati II u derdhën rreth persian duke thënë me të madhe se të mos rrezikonte vetë për të ndeshur në një luftim kaq të padrejtë. Pasi njerëzit u larguan të rivalet të vendosen në pozicion sulmi, arbitri lëshoi sinjalin e fillimit të luftimit nëpërmjet rënies së trumbetës dhe kundërshtarët u vërsuan me vruk kundër njëri tjetrit. Duke ngarkuar me shpejtësi të madhe, edhe pse i sulmuar pabesisht, pra nuk ishte ndërmarrësh të sulmuan të dy kalorës paralelisht,
Gjergj Kastrioti, ato në respektuar pra kushtet e duelit, Gjergj Kastrioti I mundi dhe me pas I vrap të dy sahabe në sy, edhe pse se mund të dy, paralelisht. Duke magnitur Sultan Murati me dy të gjithë pranishmit. Zamsa, se cili sulmoi jashtë rradhe, ja përshkoi fytyn tepër te me heshtë, ndërsa Jahja ne goditur rufeshë me shpatë dhe arsheu krahun e djathtë deri pranë qafës duke shkaktuar një vdekje të llahtashme. Atë ditë Gjergj se tregoi një guxim pa mas duke vrarë në dy nga luftëtarët më të mëdhenj të kohës, më të famshëm të Persit. Pas e ndeshja përfundoi u paraqitu Sultan Murati I dytë si triumfator për fitoren e tij dy fish dhe I ngarkuar me dy kokat e armiqve të vrarë. Edhe këto dyja hodhën tek këmbët e sultanit. Për vetë sultanit Gjergj në vullu me ndërime të gjithë njerëzit e pranishëm, të cilët mbetën magnitur nga sotësia e tij. Tani duke le tek armët e preferuara, çfarë përdorte Gjergji kryesisht në betejë? Mësuar me shpatën, zakonisht e kanë përdoruar me shpatë. Faktikisht ka përdorur edhe armë të tjera, edhe me një talent të jashtëzakonshëm. Përveç shpatës, e cila ishte arma e tij e preferuar, rezulton se Gjergj Kastrioti ka përdorur në disa raste edhe me shumë mjeshtri edhe topuzin. E di ç'është topuzi më së miri. Humanisti italian dhe autori bashkohës, e ka njohur personalisht në Italinë e Jugut vitet 1461-1462, thotë se ky quhet Sabelikos, thotë se heroi kombëtar në luftën përdorte topuzin në sfera hekurin, por sidomos shpatën, që turqët mendonin se kishte një objekt magjik. Krahas shpatës dhe topuzit ai përdori me shumë mjeshtri dhe armë të tjera, si heshtën, shtisën dhe harpën me sheqera duke dhënë goditje tek prusë. Në betejën e parë Pollov kemi duele me komandantët osman kundërshtar. Me 22 prill 1453 është zhvilluar në periferinë e qytetit Gostivarit, në pjesën perëndimore të Gostivarit, rrugës që shkon për Tetovë. Vrau komandantin osman Ibrahim Pasha duke ia çarë heroin tepër te me hesht. Po dhe në betejën e Kashorit në gusht 1465, Kashori në fshat afër Tiranës, prandim të Tiranës. E vrau komandantin tjetër osman dhe renegatin Arber Jakub Bernaut duke goditur me hesht në pjesën poshtë mjekës. Po ashtu gjatë luftës për mbrojtjen e Svetigratit në 14 maj drejt 1448, bie në sy dueli me komandantin Osman Firuz Pasha, të cilin e shtroi për vetë duke e vrarë në vend me shigjet, sepse kushti ishte duelit ishte se të dy mbani vetëm me harkë me shigjet dhe një mburoj dhe të luftonin ballë për ballë me kuaj, ballë për ballë njëri tjetrit. Të e ka vrarë me harkë me shigjet. Svetigrad, po që gjikmi sot e Maqedoninë perëndimore. Atëre, fuqia fizike dhe numri ushtarëve armisë ai ka vrarë me dorën e vet, edhe duhet ta mbyllim se mos të zgjatem shumë. Janë të shumë historianë se theksojnë se forca fizike e Gjergj Kastrioti është e pashtërshme, ndaj çdo lodhje mundimi, ndërsa shpejtësia e lëvizjeve të tij ushtarake mund të krahasohet me Inceribilis Celeritas ose Inceribilis Celeritas, latinisht shpejtësi pa besueshme, një Cezare ose me bezullimin e rrezeve të diellit. Prandaj kishin vend bizantinët njohin tepat, domethënë për bindësh, ndërsa turqit vetë shushin Yıldırım. Yıldırım edhe sot në turqishtën moderne si osmanisht do të thotë rufe, pra i shpejt. Sepse të padrueshme për prisin Arber ishin vetëm qetësia dhe preja. Ushtarët e tij shunin kryenxhën dhe konsiderohen jashtëzakonisht pa prekshëm nga godimet e armikut. Ne François Combacher është një autor francez. Thotë se Skënderbeu ashtu si udhëheci kryesor të Spar, studimtari i mbretërisë së Jeruzalemit, Godfrey de Bouillon, kishte një forcë fizike të jashtëzakonshme. Po një autor shkruan se forcës së tij fizike të jashtëzakonshme i shtohet edhe një mundësi në lëvizmëri e tillë që kishin me pak pafisuese sa fuqia fizike. Sipas Marit Cekonit, pra Gjergj Kastrioti është fillimit betejave të numri ushtarëve të vrarë, se të nuk e legjen nga burime të gjitha burimet shkruara të dokumentuara. Ka vrarë me dorën e vet mbi 2000 ushtarë turq sipas Cekonit. Ndërsa autorët e tjerë që janë shumë më vonë a çojnë numrin e vrarëve me dorën e tij deri në 3000 para se shkon në Italinë e Jugut në vitin 1460. Ndërsa historiani ushtarak britanik general-majori John Mitchell dhe historiani amerikan William Jackson Armstrong, të dy këto shkruajnë se Gjergj Kastrioti ka vrarë me dorën e vet jo më pak se 3000 turq. Pra, shifra vërtetën 3000 plus të vrarë me dorën e vet. Kjo shifër jepet vetëm për turqët e vrarë me dorën e tij gjatë periudhës 1443-1468, por nuk flitet për vrarë të tjerë, se s'ka nevojë të luftohet kundër turqëve. Atëherë, këto nuk llogaritën me shindra apo mira të tjerë, persian, arab, turkoman, bizantin, serb, bosnjak, hungares, bullgar të tjerë, që I ka vrarë gjatë kohës kur luftonte në flamurit e Imperatorisë Osmane me Sultan Muratin e dytë. Po ashtu, në kohën kur ka luftuar dhe kundër fuqive të tjera, për shembull, me venecianët, betejë kundër Republikës Veneciane, dhjetor 1447, 4 tetor 1448, vetëm betejën e Trinit janë vrarë rreth 5000 venecianë. Pjesë e madhe që armën katarë, po janë vrarë nga ushtria udhëheqëse nga Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe pjesë e madhe prej tyre edhe vetë nga vetë dora e tij. Po ashtu ka vrarë edhe dalmat, italian dhe francez. Italian dhe francez ka vrarë Italinë e Jugut gjatë ekspeditës ndihmë të mbretit Ferrante.
Por edhe tradhtarët e Katarëve shkëlqyohen ngrihen kundër tij dhe arbërisë. Pra numri i vrarëve që sa ajo rreth 3000, unë besoj se janë rreth 5000 vrarë dorë ti. Kjo është rekord personal, do të thënë, edhe nëse e lëm 3000, nuk ka burime historike, por ndonjë komandant tjetër të famshëm, ose për shembull është kalor si Izi, një ndër herojt kombëtar të Anglisë që luftu luftën 100 vjeçare me Francën. Atë thonë se ka vrarë 2000 me dorën e vet, se më shumë. Më shumë se gjithë e dokumentuar që është asaj më 3000 turqë. E siç thash, edhe të tjerë që nuk i numëron, mund të shkë shifra 5000. Njeriu tash mund t'i thuajmë edhe Lovken Angeli i vdekjes. Njeriu që ka përcjell më shumë njerëz botën e përteme me dorën e vet. Pra është posa ka luftu edhe brenda Osmane, edhe pas kthimit të tij atje. Atëherë falenderoj shumë, ju uroj sukses e mbarësi çdo kohë. Përmërit historianit Paulin Zefi që erdhe nga Lezhë, ndoshta përplotësuar edhe një mozaik, sepse sot kemi përfaqësues nga vendet e ndryshme nga mbartrat shqiptare, edhe Lezhën s'kishte si të mungonte qyteti i Lezhës përmes përfaqësimit të historianit Zefi. Faleminderit shumë për këtë elaborat dhe në disa prej banerëve që thashë dhe me herët ka kontribuar vetë zoti Zefi së bashku me agimin që të sjell në mënyrë shumë të sukt edhe shumë precize gjithçka që ka ndodhur. E tash do të ndalemi në një tjetër pikë artistike, e cila lidhet me një prej betejave më të lavdishme të Skënderbeut. Një prej betejave që jo vetëm e shndroi forcën arbërore, në një forcë e cila filloi të fitonte respekt në mbar Evropën, po në të njëjtën kohë detyroi perandorin osmane që për një kohë të pezullonte edhe sulmet. Ishte pikërisht një betejë e cila u fitua me mjeshtrinë, me artin e jashtëzakonshëm të Skënderbeut, artin luftarak, po në të njëjtën kohë edhe bëri që turqit të iknin të turpruar. Dhe siç e thot edhe kënga, mbet ushtria mish për korva. Po e kuptoni cila këngë është, e cila do të vijë në interpretimin e Fjona Berishës, kënga e Gulenes, betejë e Gulenes. Albulena, moj prita,
Pas këngës dhe artit gjithmonë është ilustruar rrugtimi ynë në formën më të mirë, edhe është risjellë në kujtesën tonë se cila prej ngjarjeve historike në kombin tonë. Zonë Zotëri, në këtë pjesë artistike, po mbyllim një kapitull për të hapur tjetrin, për të hapur pjesën sportive. Për pak do të jemi gati me tavolinë cila do të vendoset dhe me mbi 20 garues të djemt e vajzat që janë prezentuar dhe janë paraqitur, janë regjistruar për para se të vim, dhe një staftoj agimin edhe njerë, do të ketë disa falëndërime për këtë darë, e pastaj edhe skenën e përgatisim për pjesën e garës të modjes së duarve, një garë cila do të jetë më shumë rekreative, jo profesionale, prandaj keni kujdes edhe ju që jeni më pak të përgatitur me kraun, me lëndimet potenciale. Kush ka ushtru akoma më mirë, ja ko presim edhe për pak agent në pëjpak, do të në bashkohet në këtë skenë, sepse një njojet janë se ardhura, si në mos me një aktivitet që varet nga organizimet të tilla dhe mbështetja e partnerëve. Për kontributin e dhënë në turneun Gjergjik Balboshtë organizuar pranderit të 621 vjetorit të lindjes së madhështorit të kombit shqiptar Gjergj Kastrioti Skënderbeu, ky është motivacioni dhe falënderimi që jepet për secilin prej personaliteteve, institucioneve dhe partnerëve që kanë kontribuar. E filloj me Androtek Visar Robelli. SB House Vartungen Sevi Bajraleu. Ristorante da Paolo Paldeda. Nicola & Co. AG Anton Nicola. M+S Medail Çolaku, M+C, Zoti Robert Betahtungen dhe Krist Këshira. Ujë rrugove që më përmet në majerët Direksion Zanuni, që është kujdesur për cilë ujë për secilin prej të pranishmeve, Zoti Jetmir Demiri, 1464. DV4 Dritan Pepaj. Sanivor AG, Nusret Këshiku. Ansambli Vatra, Vërzim Krasnishi. Lisan Kryeziu. I falënderojmë edhe për Lisan Kryeziu. Do të kujdesim nga ndaj. Shoqata Nduë Përleshi, Pjetër Gjergjaj. Shoqata Bashkimi Uster, Guxim Alushi. Falënderojmë edhe për Pro Integra, Afrem
albinfo.ch. Habitja alforum.ch, Tashkin Habibi. Premtim Sërmazaj, Albe Radio, Premtim Sërmazaj. Shkolla Shqipe Lapshë. Shkolla Shqipe, që soli dy nxënës fantastik që dhuruan në mësën e pozit e tyre, në Nokan dhe Joni ishit. ID Script, Dragan Sarkica. Për zotin Paulin Zefi, po ashtu falënderim. Falenderit shumë për të dhëna shumë interesante nga cilat mësuam secili prej nesh. Për zotin Refki Gallopeni, që gjithashtu ka kontribuar që sot edhe në aktivitetin me fëmijët ta kemi një pjesë interesante dhe në holdin jashtë kësaj sale. Falenderim për solistën Fiona Berisha nga Ciriu, që soli të rëpika, kemi në këtar, kushrimin e skenarët dhe Andrejnë. Zoti Kreshnik Goshi, dhe sa po bëhet gati, ta përgatis skenën për Garusit. Kreshniku do ta ketë fjallën kryesore në ndarjen e drejtësisë pas pak. Në garën Gjergji Paposhtur, Bekim Bajraktari. Një minjone për zotin Bekim Bajraktari. Mark Gjoni po ashtu ndërohet me një falenderim të kësaj forme. Në këtë listë është edhe zoti Anton Preqi, cilin e kemi këtu. Përndryshe një ish kampion i gara si kërcimeve nga Ula Fshejt. Një dalë ndryshe. Familja Gjuraj, falenderim. Falenderim për familjen Pepaj, për kontributin e dhe pa kontributin e familjeve do realizoj kjo gërë kjo turne, familja Belaj, familja Pepaj. Faleminderit. Familja Bajrariu. Familja Galapeni. Limoni. Sëria me njëve për Gviloni pas kasetë. Falenderim për Zuj Klasi. Zuj Klasi. Jakovije. Dhe në fund e kemi edhe për Anton Presi. Gjendë e një falenderim natyrisht për moderatorin të shqipësyshën dhe komentatorin e sportit pastaj, Artan Mërgjeri, falenderim Artan. Atë për të kondo se që unë zdesha, mirë në përvetën ta nëzaj, po falenderim shumë për falenderimin dhe një. Atër skena po merë gati formën, është që nuk është
ta kemi se cili prej kampionëve që do t'i pas forcat në mundje të duarve. Platformat dhe regullën për pak Kreshniku do t'na tregoj se çka do t'ndodhë, cilat janë regullat, cilat do t'jenë lëvizjet e lejuara, dhe çka nuk lejohet, çka të sa lejuare. Dhe me sa pash komi interesim edhe me vajzat e gras, cilat... Morë me sportivitet, mos me pos lëndime, njëzit njëme për të krejt. Ta që ka cërë në shka banë, shka s'banë. Me rëndësime është mërgjë bajtë të, e qa qëmë. Me rëndësime se këtë mjallon dorë, shmajtë, sa është. Edhe për ata se si kam rrugë durë të kurë është me rëndësi ofër të abolinës shumë. Trupat do të mu po të rejnë. Që është nëse? Dora guxon me livrit në këtë farë kalopin ajo që këtë thonë jaslikin. Dora përfundon meqi kur ta preket jaslikin onësh. Kose e qënë dorën për jaslikin po është faull, 2 faulla e hu meqin. Edhe kur s'kryhet meqi, loja shkon me ka 2 herë. Të mund 2-0 ose 2-1 kryhet. Edhe vazhdon me tjetër. Edhe... Njëje të i kalë që e ka një qështë duhet drejt, me po me shkit durët. O njëse. është strepi për me lidhë kjo. Mas me ne të mirë diskualifikohi, ke pushke, se qiro këtë punë, edhe ju uroj gjithve një ditë mirë, inshallah të nashme bashkë, edhe fitoft majtë kurti. Okej, të duhet të sot për këshillave të Kresnikut. Kresnik, qëka nëse qëllan nga i majtak, sigurume? A do të nga zjetë dhe kundërshtarin majtak? Ja mojnë qorë, da. Okej. Atër? Edhe të shka, ju lutna gjatë meqe me këqyrë dorën, në nëska. Jo me nërru me këqyrë orësh, se mund me duhet vendime. Atër është mërturi dhe vektimi që janë kujdesur për registrimin e secilit prej garuzve. Okej, ftojmë Dorinën dhe Arionën që të jenë në garuaset e para. Ma impresion në shërbimin të uaj, puna që të evitohet rëshqitja të duarve. Kush do të avansoj 1-0? Verdi apo Osja? 1-1, shkullat në raundin e tretë.
Para përcaktuar fituesin, Meli Lezi dhe Haqe Berisha. Meli apo Haqe për finalën e madhe. Do të filloj dhe nga i moment do të maten forcat mes Florës dhe Valbonës. Flora në avantaj dhe njësë Rezëm të rezultatit Flora në vëte të të rezultatit ja partita Flora komi vot në finale me Meli në partita e treta. Frank të fituar nga Aferdita e tash për çmimin e madh për 100 frank do të luftojnë Flora dhe Meli. Për pak do ta kemi finale, super finalen e madhe. Kategoria meshkujve, Leka dhe Amrushi të parët që do të kalojnë me kategorinë e mesme. Leka dhe Amrushi Tubusi. Leka në anën tuaj të djatë, Amrushi në anën e majtë, ja ku fillon gara pres tyre, Amrushi e fiton, Vardiri ka fituar në anën e majtë. Edhe në anën e dytë, Vardiri ka fituar fiton gara dhe edhe në anën e dytë, kualifikohet tutje, Granis Kemendi, ka kofinis gara, Anuari apo Veliu, Anuari apo Veliu, Anuari për goja fiton gara. Kerenja po Wilsoni. Ndryshon rezultati, Kerenja po Wilsoni. Sa ka në dora në sakte. Bravo, vazhdo. Gara më e gjate. Gati për randin e dytë, ka fituar randin e dytë. Wow! Rekord dhe i shpejt. Dhe të gati Amrush Gashi dhe Vardila Metri, ata dhe vazhdojnë gane dhe të shohin. Standi apo Amimi, randi i parë, qëfar gare interesante, qishtë në randën e parë, rezistojnë, duat metër në mes e Vardej, shkove që në trupin ati Amimive, në të randën. Amrushi me paraqitet e drejtashme, një konkurent për vendin e parë, për finalin e madhe, Amrushi 2-0 e fiton. Atëra e gati, hajde për Hakimin dhe për Antoni. Hakimi apo Antoni. Hakimi që të fitonë me qërë në shojë. Hakimi apo Antoni, Hakimi shkon tutje. Nuk në shëmbe. Fillon gara dhe fitues është Kristian Bisaku në të djathtë. Jakuris gara, një në zonë Qendri Menezaj. Randi i dytë dhe fitues është Qendri Menezaj.
për të fituar për njërin dhe për tjetrin Doni dhe Mansuri që vazhdojnë konën në Petraut. Është interesante shumë për afërt mes njërit dhe tjetrit. Atomi në fundit të energjisë po e japin. Shikoni. Hajde t'i japim parë të lukitja dhe për kraja të karosë. Shumë energji kanë humbur golave gjatë. Vazhdo gara për kollegimet të Dania, po Mansuri. Pa poshtër, pra, përshëndetje sportive Kimi apo Tërpa. Jako ka nisur rëndi i dytë, Agimi apo përparimi, Agimi apo përparimi në sistema Agimi në para sajtë një. Fillon rëndi i tretë, përparimi, shkon tutje. Agimi për parim shore në gjysmë finale. 0 për Kristiani pas rëndi të parë të shumë rëndi i dytë. Jako ka nisur rëndi i parë, Kennedy apo Doni, Kennedy apo Doni. Doni, Mori, Mesante, Doni, që pjellëva. Nga klima në anën e djetë ka filluar në rëndi i dytë. Doni që mbyllë dhe kualifikohet në gjysmë finale. Gati për të filluar i dy karosët që i pama të mëherët. Ja pika. Kristiani është në anën e majtë për parimin në anën e djatë. Gare interesante, Kristiani e filat. Gati ka filluar rëndi i dytë. Kristiani. Shumë në finale. Ja ku ka nisur rëndi i tretë. Dëshira madhe për të rezistuar atje dhe për parimi shkon në finale. Lufta për biletën e dytë që dërgon në finale. Granit Kermendi, 1-0. Deshin për vendin e tretë me Kristiani Saku. Shkon në finale Granit e bronz për vendin e tretë. Por edhe humsi nuk do të largohet duar thonë. Do të kemi një certifikat dhe një medalje të këtij eventi të dedikuar për humsin e këtij dueli. Fituosi i merë 20 frank, dy fishin e asaj që ka investuar gjatë të rezistrimin. Doni apo Kristiani, Kristiani në avantash të jetë atje, Doni reziston. Doni dhe Kristiani ka fituar rëndin e dytë. Kristiani fiton me Doni e bronz. Urime për vendin e tretë të fituar nga Kristiani Saku. Graniti është me të zeza, për parimi me të banda. Pozicionimi dy finalistëve për parimi apo Graniti. Ja ku ka nisur bara. Është luftë e madhe për fituar në rëndin e parë. Cili do ta krijojë avantazhin e parë. Graniti me të zeza për parimi me të bardha. Rezistojnë të dy apo patuar të refuzit e finestare dhe Graniti. Finales për parim shara, Granit Kermendi. 1-0 për Granitin pas raundit e parë është të shorma do të kemi barazim në rezultatin. Eventualisht kjo finale të nashkojnë në 3 raunde. Sa po ta kemi edhe sinjarën e qishtarit që shka të zbërë gati për të filluar me një super finale. Ja ku ka nisur Graniti apo për parimi të duhet që si që nga finoj këtë në mënyrë që të shpësoj në raundin e tretë. Dhe të bëjë shpresat për nga filluar, por Graniti nuk të shumë kampioni të kjeli qëni Granit Kermendi. Gjithë nga ruzve, tash
ta kemi ceremoninë e ndarjes së trofeve dhe medaljeve për 3 vendet e para në secilën kategori. Vetëm do të lëvizet tavolina. Nga kategoria e vajzave drejt e kategoria e djemve. Meli Elesi në vendin e dytë. Ja ko kemi edhe medalje dhe certifikate për Melin. Melin nëse mundeni pak për tutje, ta kryojmë hapësirën në mes. Afërdita ju në këtu, në mes vendi parë të vije. Dhe vendi i parë të femrat, Flora Bonaj. Flora Bonaj që ishte më e mira në kategorinë e femrave. Me shqiponjen dytë krenare dhe me blisin e kokë, Flora në formë interesante në gjithën të podium për në marrë vendin e parë në kategorinë e femrave. Urime Florës, Melit dhe Afërditës për super paraqitin dhe zarfi shumë i rëndësishëm. 100 frank për vendin e parë, 50 për të dytin dhe 20 për të tretin. Në kategorinë e femrave, çmimet u ishin këto, faleminderit shumë. Leodriti do të qëndroj, sepse do të ndajnë çmimet edhe të aqeshme. Vendi i tretë, Kristian Pisaku. Fiduesi medaljes bronz, çmimit të tretë, Kristian Pisaku. Vendi i dytë, përparim Shana. Ja ko kemi përparim Shanën në vendin e dytë. Dhe më i miri kategorisë meshkëve, kampioni i kësaj kategorie, Granit Kelmendi. Ja të tre, më të mire. Kjo fotografi e përbashkët e 3 më të mirëve të meshkët e 3 më të mirëve të femrat e do të kemi edhe disa konfeti që do të pasqyrojmë këtë super finale. Dhe ja të përmën festa me 3 më të mirët të femrat e 3 më të mirët të meshkujt. Faleminderit se cilit prej jush që mori guximin që të ganojnë Gjergji Paposhtur në këtë organizim të veçantë të shoqatës Gjergj Kastrioti në Bila. Faleminderit Akim Bebaj, faleminderit super ekipit që u kujdes për çdo detaj, partnerëve, zyrtarëve, institucioneve që kishin të kraj gjatë këtij organizimi. Mirupafshim në një tjetër edicion të radhës, duke shënuar një ditinje tjetër të 62-ën të herojit tonë kombëtar Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Kjo fitore do të thotë shumë emocionuese, personale, po edhe për tjerë që nuk e kom prit që ta rroki dorën, ta përvoj forcën time, po unë thash e vendosa për ta me rrok dorën edhe fitova kështu. Këtu kanë tema e Gjergji, po unë jam Donika, motra e Gjergjit me forcën. Normal forcën e ka dhe gruaja forcën më të madhe se të mashkullit, mujtë me thonë, abre të forca është
fizike që i pata edhe konkurencet, i më kanë edhe konkurencet shumë i kanë të forta, shumë organizimi shumë i mirë u kanë, ka pas fytyra shumë personale, edhe gjë ka shku në rregull, ka pas gjëra pika shumë interesante, për shembull kjo rrokja e durve që hera parë unë se pe shoh këtu në Zvicër se bëhet kjo, po ka pas edhe fjalime, ka pas viku muzikore, balltar që kanë ballzuar, edhe kështu si gjë ka shkuar në rregull. Ndoshta pjesa më e bukur përveç krejtjerave ishte pjesa kur e kam pa kështu kam hyrë në atë momentin që ishte Baca Demskin, Atim Jashari. Edhe besoj që është pjesa më e bukur për ne, sa më kanë dalot të më drejtën po. Se i këndojmë çdo ditë, flasim për të çdo ditë, por ta shohësh një figurë që kanë rregulluar si ai hero, është diçka shumë e bukur. Edhe i përgëzoj shumë zotin Pepaj që kanë organizuar diçka kaq të madhe, besoj që komuniteti tonë këtu në Zvicër i duhen këto gjëra, edhe fëmijëve tanë edhe gjeneratave të reja. Përshëndetje, unë quhem Pren Balaj, unë ndi veten shumë të relaksuar dhe jam shumë i privilegjuar që mora pjesë në programin e shoqatës Gjergj Kastrioti me moton unë e lirin nuk jam solla, po e gjeta këtu. Çka bani më shumë përshtypje gjatë këtij eventi? Shumë përshtypje bani recitimi i fëmijëve të shkollës shqipe, mirë po edhe performanca e grupit Vatra me një performancë jashtëzakonisht të mirë, të kompletuar. Po pika tretë ishte edhe shumë interesante rrokja e duarve, ku fitoi edhe bashkëshortja ime vendin e parë Flora, po edhe tjerët ishte shumë një event i qëllum dhe jo i mërzitshëm. Jam i mbrojtur tash në veten të mbrojtur, sepse pas na një mbrojtje security më të fortë, shumë i lumtur jam. I përshëndes ty edhe radio televizorin Syri, ku është duke e bërë një punë shumë të shkëlqyeshme, edhe shumë të mirë për popullin këtu dhe komunitetin diaspor që është. Pa juve, ne nuk mujna edhe me ose mu prononcu, dhe më thanë ju jeni ajo pasyra jonë që më në fund e shfaqni edhe e transmitoni. Shumë Arvar Gashi, Piqe, Klinës, shumë bukur, shumë interesant, i rikujtu senet se zbani harru. Po këtër kampion nga Gjermania, i cilë është Leotrim Bytyqi. Sot ka arë në vizitë në Zvicër për të na përcjell, po edhe për eventin edhe ta pyesim. A mund të më thonë 2-3 fjalë, si u duk ky event në përgjithësi? Eventi ishte shumë i mirë, edhe ishte event shumë i qelluar për ndër të ditëlindjes së Skënderbeut. Edhe shpresoj që të mbahet si turner çdo vit. Fituesi nga Rogova më i forti. Po na shqiptarët njihemi për duart forta, edhe besoj që shumë ka që janë spontan, po kanë duart e forta, po dom që nuk mirën më shumë me këtë sport dhe nuk ushtrojnë më shumë, që me marrë profesionalisht. Përësia jam ka me qenë që ta nderojmë këtë sport, se kjo është sport i shqiptarëve, edhe njihet si sport i shqiptarëve, edhe ka shumë shqiptar të fortë dhe shpresoj që në të ardhmen të ketë sa më shumë shqiptar që të mirën me këtë sport. Sot isha vetëm për ndër të turnirë që mbajt për kryeherorin tonë Gjergj Kastrioti. Unë jam Granit Kelmen dhe vi nga komuna e Pesë, Rogova e Pesë. Këtë sport gjithmonë ko marrë pjesë, se du. Sin ftesën e pata prej lotrimit prej kampionit tonë shqiptar që na bën krenar, edhe ja arrita me fitu vendin e parë. Po edhe për hir të eventit, do më thonë, ishte një privilegj. Organizimi ishte shumë i mirë, ansambli, gjitha ishin perfekt në për shkollën. Ishte një organizim shumë i mirë, pat garus, mjaftueshëm, keni atmosferë shumë shoqërore edhe u kënaqën tonë besoj. Po mundova, po jo, do më thonë, as për vend tret nuk mjaftoj, po për pjesëmarrje mirë. Po e kemi cekë o konë, do më thonë, një turnie amator, do më thonë, po që edhe spontan, po, jo, regjizmi o konë këtu, ashtu kështu, po kemi deshtë edhe me pos kategoritë meshqeve dhe femna që me konë një atmosferë pak më ndryshe. Besoj edhe musafirë që kemi këtu donë shumë kënaqëm, diçka e veçantë, diçka pa pame,
në Zvicër sidomos, kështu që besoj që ja kemi arrit qëllimit. Unë veç du me falenderu të gjithë pjesëmarrësit, të gjithë sponsorët, të gjithë mbështetësit, po ashtu edhe televizionin e juaj që na përcjellni çdo organizim. Faleminderit shumë.